Deklarata e kreut të SPAK, Altin Dumani, se administrata publike dhe institucionet të tilla si tatimet apo doganat nuk referojnë materiale në SPAK, është parë me shqetësim edhe nga organizatat dhe aktivistët e shoqërisë civile. Drejtuesi i organizatës Qendresa Qytetare, Rigels Xhemollari, tha se auditi i brendshëm në institucione nuk kryen funksionin e tij. Sipas Xhemollarit, ata janë bashkëpunëtor ose amnistojnë kolegët që bëjnë korrupsion. Kemi një administratë me nivele të larta korrupsioni brenda saj. Dhe një administratë e përfshirë në tendera dhe në afera korruptive. Prokuroria e posaçme thot nëpërmjet drejtuesit të saj që mua më informon media për aferat, pra ne informojmë nga media, nga kontrolli i lartë i shtetit dhe nga denoncimet selektive që bëjnë individ të ndryshëm apo politikanë të ndryshëm. Ndryshe duhet të ndodhte, pra vetë administrata publike duhet të ishte e përgjegjshme që rastet që ndodhin brenda tatimeve të shkonin nga kontrolli brendshëm i tatimeve. Çdo institucion paguan auditin e brendshëm, që do thotë auditon veten. Dhe si ka mundësi të gjithë këta që paguhen për audit të brendshëm nuk kanë kapur një rast, ose këta janë të përfshirë dhe janë bashkëpunëtor, ose këta mbyllin syt për kolegët e tyre dhe ne i paguajmë me taksat tona. Xhemollari shpjegon se ka presion politik ndaj zyrtarëve ndaj nuk denoncojnë, ndërsa shpjegojnë që ligji për sinjalizuesin nuk funksionon pasi ka raste minimale të denoncuara. Ligji për sinjalizuesit në Shqipëri është një ligj instaluar për 5 vitesh dhe çdo vit kur ne shikojmë rezultatet e ligjit për sinjalizimet, janë 5 ose 6 raste sporadike të mos lidhura me ndonjë prokurim apo me ndonjë aferë e cila është ekspozuar në organet e hetimit penal, por gjërat të cilat lidhen me çështje administrative të brendshme. Ka një presion sigurisht të madh politik, po presioni pse vjen? Pra, presioni vjen kur ka zyrtar të lartë përfshirë. Ata të cilët firmosin apo lëvizin tenderat apo prokurimet apo punët publike e kanë të vështirë që të jenë denoncues, sepse së pari do ikin nga puna, së dyti do përndiqen, së treti nuk do kenë më vend në administratë dhe nuk do humbin postin e tyre. Pjesa më e madhe parave të paligjshme investohen në ndërtim. Sipas Rigels Xhemollarit, 50% e pronave blihen nga administrata, edhe pse kanë rroga mesatare, duke ngritur dyshimin e korrupsionit. Zonat bregdetare, kryesisht janë zonat ku krimi apo organizatat kriminale zgjedhin që të pastrojnë paratë e tyre. SPAK-u e ka të vështirë që të arritë identifikojë që në momentin e hapjes së gropës, në momentin e verifikimit kompanive ndërtuese, pra lidhja duhet nis nga tatimet. Pra tatimet janë ato që kanë certifikatat e biznesit, që matin bilancet vjetore të biznesit, që kontrollojnë formalitetin dhe informalitetin e bizneseve dhe nuk është prokuroria e posaçme ajo që bën këtë. Kam pyetur agjencitë imobiliare në disa raste dhe kam thënë kush i blen këto apartamentet në Tiranë me 2.000 euro, me 3.000 euro metri katror. Dhe më kanë thënë që mbi 50% e blerësve janë në punës të administratës publike. 2 ditë më parë, Dumani ngriti gjithashtu edhe një shqetësim tjetër që ka të bëjë me rënien e referimeve me 40% nga policia e shtetit.